3, 2, 1. Ignition. SpaceX në pronësitë e Elon Musk lëshoi me sukses raketën e saj Falcon 9 të shtunën në mëngjes, duke transportuar në hapësirë një satelit privat. Lëshimi u zhvillua nga stacioni i forcave hapësinore Cape Canaveral në Florida. Ky është fluturimi i tetë për raketën Falcon 9, e cila më parë ka mbështetur misione të tilla, si Crew 9 të NASA-s. Misioni i fundit i SpaceX vjen mes një jave të trazuar për kompaninë në pronësi të miliarderit Elon Musk. Rreth 22 miliard dollar kontrata qeveritare të SpaceX janë në rrezik, dhe programet e shumta hapësinore të SBA-s mund të përballen me ndryshime dramatike pas përplasjes publike të Musk me presidentin e SBA-s Donald Trump të njëjtën. Mosmarrveshja e rrënjosur në kritikat e Musk për legjislacionin e Trumpit për uljen e taksave dhe shpenzimet që filloi javën e kaluar, doli shpejt jashtë kontrollit. Donald Trump e sulmoi ashpër Elon Musk kur foli në zyrën ovale. Më pas, në një seri postimesh në rrjetin X, Musk nisi sulme të forta ndaj Trumpit, i cili kërcënoi të ndërpres kontratat qeveritare me kompanitë e multimiliarderit.